Ndërsa të gjithë presin një histori dashurie mes Brikenës dhe Mateos brenda shtëpisë së Big Brother VIP, duket se kjo histori nuk ka për të ndodhur asnjëherë. Edhe pse Mateo ka bërë gjithçka për t'u afruar me Brikenën, kjo e fundit duket se nuk ka as pak interes, pasi jashtë shtëpisë së Big Brother VIP, dyshohet se ka një lidhje tjetër. Janë të shumtë ata që mendojnë se kjo është arsyeja e vërtetë pse Brikena refuzon vazhdimisht Mateon. Në video të ndryshme ku flitet rreth kësaj teme, ka pafund komente që e përforcojnë këtë ide, duke u nisur nga qëndrimi dhe sjellja e saj. Madje edhe kur Mateo i bëri surprizë të bukur, duke i kërkuar një mundësi, Brikena pa e ditur nga kush ishte surpriza, u shfaq shumë e qeshur, pasi mendonte se gjesti vinte nga persona që ka jashtë shtëpisë. Por në momentin që pa Mateon, buzëqeshja ju ngri, dhe për të mos lënë dyshim ajo tha se do t'i jepte një mundësi. Megjithatë, në praktik Brikena vazhdon të qëndrojë ftohtë ndaj Mateos, i shmanget shikimit të tij, mban distancë dhe shmanget dhe ambientet ku ai qëndron. Kjo u pa qartë edhe kur ju parashut mbërritjen në shtëpi për të dy, ndërsa Mateo u shfaq i lumtur, Brikena duke i dukshëm në siklet. Këto dyshime janë shprehur edhe nga disa banorë brenda shtëpisë, si ndaj Mateos ashtu edhe ndaj Brikenës, por kjo e fundit i ka mohuar kategorikisht. Se si do të shkojë kjo marrëdhënie mes tyre, mbetet për të parë. Po ju, çfarë mendimi keni?